Më tradhtar, jep dorëheqje sa më parë. Vjetë komunizëm, persekutime, tortura, varfëri, skamje në përkëmbje, trushprarje, 36 vjetë post-komunizëm, mojim të drejtash, talje me të drejta tona, gënjeshtra sy për sy, e tjera. Dhe prap, shikoni se sa fjesnik është zëmërimi i popullit shqiptar. Sa fjesnik! Shikoni se sa i bukur është bashkimi i popullit shqiptar. Kemi frymzuar të gjithë botën. Kemi frymzuar të gjithë botën. Ma jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Pse po na bekon Zoti me këtë bashkim? Sepse mbreti jonë i përjetshëm, Gjergj Kastrioti, na ka thënë që ndroni të bashkuar, dhe ne sot po zbatojmë amanetin e tij. Prandaj do të fitojmë. Prandaj, unë ju propozoj çdo 10 qershor të mblidhemi këtu me qeveri të mira apo të këqija në 10 qershor i gjithë popullit shqiptar në sheqen Skënderbej. Dhe të vi këtu. E kam propozim. Le ta bëjmë tradit, se pas kemi pasur nevojë për këtë bashkim. Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg, Berisha-Burg. Kjo Shqipëri është në duart e tyre, ne të tërë kudo që të jemi, na ka plagosur mërzditja, faleminderit për këtë që po bëni. Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg, Berisha-Burg. Ruajtur familja ime shumë, nuk do flas për atë gjë sot. Dua t'ju them këtë gjë. Ne jemi rritur, jemi lindur, kemi qenë gjithmonë në këtë tokë. Ne emri ynë i parë ka qenë i lind. Ne jemi njerëz të lind. Ju lutem, mos e lëshoni këtë skenë. Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg, Berisha-Burg, Ramanburg.
mblidhet komunitetet të tëra të mbrojnë komunitetin, tokën, traditën e tyre. Mos dëgjoni njëri, të gjitha që ndodhin tani janë që të na i marrin të tëra. Mirë mbrëma, flaka e re Shqipërisë së re. Doja ta nisja ndryshe, por i drejtohem e Tiranës. Nga Vlora tha se ky shesh ishe lum dhe se partia e tij ishin dy tete. I them, 4 u bësh me Saliun, Shqipëria është oqean dhe nuk e fytyn dot. Otra dhe vëllezër, nuk është më çështje e vjedhjes së Shqipërisë dhe shqiptarëve. Nuk është më çështje e goditjes demokracisë ka dy tradhtarë, Sali Berisha dhe Edi Rama. Është një luftë kundër dy tradhtarëve dhe gjithë shqiptarëve. Një njeri që nuk jeton më tha dikur se një burr e humb luftën me krimat ditën që i vë shpatull o dheu. Por ne nuk do të lejojmë që dy krimat të hau të gjallë. E në një gjë e fundit për të gjithë në pirsat e establishmentit të 36 viteve. I them se ta shikojnë mirë Shqipërinë sot. Ta shikojnë dhe kuptojnë se nuk është një grup të rinj. Nuk janë thjesht qytetarë që i ka vajtur mbajt hundër. Është Shqipëria që do t'i japi grushtin e fundit. Fitore, fitore, fitore! Kërkojmë një kuptimin e se cili që do flasë, ju lutem shpejt. Një brava qizve! 10 sekonda qëtësi! Sot është një ditë shumë e madhe, është shkanoj. Në kishtë të larqit kush me dëgjon, ta rezi një qiri për ju, për tasmën tonë të madhe, në dëshirën e madhe, Ramaik. Ju lutem, për çështje sigurie, kujdes flit, forcat e rendit janë me ne, kam informacione, forcat e shikut janë me ne. Të gjithë kanë familjarët këtu. Burra, ju thot koloneli me qeneshe, mos u tërhiqni. Janë momente decisive, janë momente venditare. Burra, pritën mos me lëshoni. Burra, pritën mos me lëshoni. Përshëndetje gjithëve. Unë jam Elsa dhe sot kam ardhur nga Miniu i Gjermanisë. Ju ftoj të vini gjithë çdo ditë, të prorasim së bashku, të valvisim të vllakur së bashku, e të sjellim ndryshimin së bashku. Vetëm kështu e mbrojmë identitetin tonë kombëtar, të flamur gjuhën tonë. Forca Shqipëria! Sot ka ardhur Musineko Kalari në shesh. Ka ardhur Edi Kaçi, Ruol Sqela, Lidja, Mihali, Gjergji, 20 vetash në Gjirokastër, kemi 7 ditë që përpiqemi ta gjojmë atë popull. 7 ditë që na intimidojnë, 7 ditë që intimidojnë këto që ne njohim. Ata nuk e din që ju jeni kaq shumë këtu. Gjirokastra duhet të zgjohet. Gjirokastra nuk ka faj. Gjirokastritët kanë nxjerrë. Musineko Kalari, Andon Zako Çajupin, Çelçi Stopullin, Gjirokastra, nëse s'jen dot këtu, duhet të vinë në Gjirokastër.
Gjirokastra duhet ishte e para që ta fillonte, po le të jetë e fundit që bashkë me ju të ndërtojnë Shqipërinë e re. Gjirokastrit, qoni bashkë me këta. Gjirokastrit e meritoni lirinë. Zyrë dhe motra, u faleminderit të gjithëve që keni rezistuar nga data 1 deri më sot për para të sheshit mrekullueshëm. Do t'i lutem, kam disa gjëra për t'i thënë. Edi Ramës, se t'i them zoti kryeministër, nuk e meriton. Për arsye se ai vjen zorë, zoti kryeministër, atë vjen pak zorë që e lotë popull të mrekullueshëm këtu. 18 ditë që torturon këtuja, po ky popull ta di shfit mirë, nuk trembet nga ti je një provokator. Mos las me nervat e popullit. Ras Shqipëria, ras Krinia, ras populli shqiptar, ras Slavoni, ras Shqipëria. Shqiptari në Shqipëri, në treva dhe në transport. Kemi frymëzuar çdo njeri. Madje, kemi frymëzuar dhe botën. Në Europë po thonë sa keq që jemi si shqiptarët. Edhe njerë themi, Rama jepet. Jo vetëm për ne, por edhe për këtë pres që po vjen. Përshëndetje, unë vi nga fshati Lufaj Mirdip. Në fshatin Lufaj, gjithë burimet janë tharë, gjithë pemët janë tharë, a i dini pse? Sepse kompania italiane Heci e ka tharë gjithë, edhe lumi është i tharë. Rama jepet oreqe. Rama jepet oreqe. Më të mirët tanë, jo vetëm po organizojnë protesta këtu, po organizojnë protesta gjitha ne. Kam plaksin të thënë një valë që ka organizuar shqiptarët në Austri. Unë jam Eska Soudoli, vin nga Mitrovica. Jo pjesë e ekipit organizativ të protestave në Austri. Punojnë si mësuese historisë në gjimnaz në Linz. Duhet ja kujtoj rinis fjalët e Isa Boletinit. Unë jam mirë kur është pi Shqipnia. Këtë fenje jetojmë dhe e mbajmë gjallë me krenari edhe sot. Nesër vazhdojmë të luftojmë në Vjenë dhe në Linz, derisa Shqipëria të jetë e lirë. Faleminderit.
me lijen. Në qoftë se po na të qënë nga qelia, të lutem qëra me njerë. Ojrat! Ojrat! Kjo është ajo që populli mendon për ju. Edhe diçka me që jemi të bashkia. Edhe këtu afër e kemi bashkinë, edhe Vlorë ka bashki. Nuk kam parë këshilltar bashkiak ta ngrenë as çështjen e Sfornecit, as çështjen e Rionit. Ama rastisht kur po shikoja në telefon, kam parë se një këshilltar bashkiak në Bologna, këshilltar shqiptar ngriti çështjen e Sfornecit. Ne jemi të jashtëzakonshëm kudo që jemi. Sot a I ka udhëtuar nga Bologna për talë për thënë edhe një fjalë në shesh. Fjala është për Detjon Begaj. Përshëndetje, unë vin nga Bologna, nga Italia. Aty jam rritur, por kam lindur në Vlorë, pras Sfornecit. Aty kam familje time, kujtimet e familje time. Kur Shqipëria theret, diaspora përgjigjet. Kur padrejtësia bëhet ligji, rezistenca bëhet detyrim moral. Kudo që ndodhemi. Kemi organizuar protesta në të gjithë botën, në Bologna. Ishim 1000 veta, vetëm në Bologna. Por kush pati mundësin të vite dhe këtu fizikisht erdhi. E vërtet, me I kalim e viteve mund të mbasim disa lidhje. Dikush si unë mund të flas Shqipen më keq nga sa duhet. Po kjo është një takim me historin, është një takim me revolucionin, me historin jo si shkuara. Po si një ardhme ndryshe, si një histori e re, sepse ardhje popullit ton kalon nga këtu, nga kjo shesh. Asgjë nuk do jetë më si më pare. Dhe kjo është fale jush, merito vostro, themi në italisht, që keni luftuar për 14 dite me radhë dhe to vazhdoni. Brava jepe Doreqe! Ne nga diaspora do vime e do iki përsëri. Ju jeni gjithmonë këtu, për zemra jonë do jetë gjithmonë këtu me juve. Ka pjotur shumë miq këtë ditë këtu në Shqipëri. Pa ti mendon se do ja dalim, juve mendon se do ja dalim. Të gjithë me ja përgjigjur. Po, do ja dalim, jemi sigur. Atere, kush jemi ne që mos besojim, do ja dalim, do ja dalim. Rama jepe Doreqe! Nëse Rama jepe Doreqe! Nëse mendoni se keni parë të gjitha vendet ku shqiptarët janë, nëse mendoni se Mërgata ka folur nga kudo, e keni përsëri gabim. Radhën e ka një djalë që ka ardhur nga protest për protest nga Hong Kongu. Mirëmbrëma gjithëve. Asnjëherë në jetën time nuk kam parë shqiptar më të bukur se gjithë ju. Tani,
Ma bëni halal se derisa erdha nga ana tjetër, ky djali tha nga Hong Kongu, po mu dësht më tepër të vi nga Rruga e Arbrit deri këtu se sa nga Hong Kongu deri në Shefsh. Dëgjoni, unë nuk vuaj për protagonizëm. Jam 29 vjeç, 25 prej këtyre viteve i kam kaluar jashtë. Sa për ju që në këshu? U rrita në Itali, banoj në Zvicër, rruga edhe puna më qojnë nga do, as njëherë nuk ma mërë të mëndja që përtes më të pastër dhe më jo t'infiltuar se kjo se do kishim një ditë. Këto banjera këtu shkon për Top Median, shkon për Vision Plusi, për Klanin. What the fuck are you? Nëse u merr mendja që ato që shihni në rrjetet sociale nga mediat e huaja janë rastësi, jo zotrin, është punë natë e di që ne çojmë materiale tek mediat e huaja. Këtu janë. Dëgjoni, unë vi nga një fshat rural i Dibrës. Priti, ej! Ore, a e dini që kjo t'inglon më i mirë se muzika e artistëve që kanë mbyll gojën se janë shitur? Kemi bërë kilometra për ta, ua kemi mbush xhepat në për koncerte, sot ku janë? Tani, që t'u lëve radh tjerve, mi jepni vetëm 5 minuta, ma boni Allah. Tani, më leoni vetëm 2 sekonda se nuk shoh fundin e kësaj proteste. Vetëm diçka të vogël. Bëni kujdes. Dita e sotme është e diasporës sepse unë vetë kam sjell 182 persona. Shikoni pa këtu, ngrijeni ju lutem, ngrijeni. Kjo i drejtohet liderëve europian për një arsye të vetme, sepse më përpara ato ishin organe auditimi në Shqipëri, thonin jo po duhet bëni reforma për korrupsion, jo po s'jeni vinë e dur. Ku janë sot liderët europian për Shqipëri? Vetëm diçka për mediat britanike dhe frankofone. This is not about flamingos. This is about the shit happening about 30 years ago here. Let alone, et pour les médias francophones, il faudrait que vous sachiez qu'ici, en Albanie, c'est en train de se construire une révolution et c'est pas contre un seul, c'est contre tous. A e dini që sot në krye të akshit, edhe pse jam vjedhur 750 milion euro, edhe pse spaku po jeton, kemi një patronazhist që quhet Ikli Tafa. A e dini që në shkeljet ligjit po mundohen të blokojnë rrjetet sociale?
I Bajthire dhe Akebit mos bëhet pjesë e këtyre bllokimeve. A i dini që Instati kanë nxjerrë një mesatare për 750 eurosh për Qiran në Tiranë, ndërkohë rroga mesatare e kanë nxjerrë 700 euro. A i dini që oligarkët janë problemi më i madh? Po s'paku pse kujtohet tani që ne kemi dalë tu të hetojmë. I bëjmë një thirrje që KKO-s të ketë shumë kujdes mos të kthej faktet pas. Vërtet s'paku heton, po që KKO-ja duhet ta çojë deri në fund. Po abuzojmë me pronat e gjysmëve tanë, duhet të paguajmë të kadastra e cila është kryer në pronësi të Lorena Goxhipellit. Pak ju lutem dhe shkoni gjithashtu Adelaida Roka. Rama jepe dorëqëm. E pak video në Burgut që ishte si shpill luksoze. Prandaj kemi dalë tu edhe drejtorët e burqet e frutën në Burg. Porti Durrësit duhet të anullohet gjithashtu. A e keni vënë re që nafta pihet çdo ditë, sepse ne jemi këtu.